titulli kampion, titulli kampion i ven as qeshia me tort. Kena një ekip shumë të mirë, i ndërtuar mjaft mirë prej në fillim me lojtarë që na vin zemrën në fushë, dhe nuk kam pse mos mendoj që na kena forcën dhe mundësitë me dal kampion. Lozim një stadium që do të jetë i tejmushën me Shkodran. Për këtë jam i bindur, njerëz që e dojnë vllaznin me shpirt dhe i shoh sytë e tyre mas çdo fitoreve, me sa dashamirësi dhe me sa emocion e njekin ekipin, jam i bindur që do të jenë lojtarë 12 për ne. Ashtë paka shumë nesha në Tiranë, po besoj që do të jetë nesha si më luajtë në Shkodër. Kujtoj këtë stadium mushun, plot stadiumi dhe pjesë pistet, kishte njerëz shumë, domethënë me kapacitetin e tij, festë e madhe në Shkodër, emocionet të mëdha në sytë të secili dhe çastet po harrueshme. Jo më këto sot kujtohen me shumë nostalgji, me shumë dashuri do të thosh ato momente, edhe tregon që Shkodra feston në mënyrë të mrekullueshme titullin kampion. Ata që e kanë përjetuar vitin 2001 dhe që kanë qoftë pjesë e ekipit, qoftë njerëzit dhe tifozët e mrekullueshëm, Shkodran që na kanë njeh, qoftë njerëz afër ekipit, ata e dinë çfarë emocionesh kanë. Ata ndoshta jo i ditë, po ata 2-3 ditë. Kështu që uroj dhe besoj shumë që të festojmë prapë.